Brenda një viti, presidentët Bamir Topi dhe Gjorgje Ivanov takohen për herë të 6. Ata kanë konfirmuar marrëdhënie shumë të mira midis dy vendeve. Presidenti i Maqedonisë tha se dy vendet i bashkojnë shumë gjëra dhe veçanërisht rruga drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ndërkohë që tha se Maqedonia i gëzohet suksesit të Shqipërisë në këtë rrugë. Presidenti Topi vlerëson se Shqipëria dhe Maqedonia kanë një rol të rëndësishëm për gjendjen në rajon dhe të gjitha kontaktet që janë zhvilluar deri tash i kontribuojnë qëndrueshmërisë në rajon dhe rritjes së komunikimit ekonomik. Zoti Topi, duke folur për mjetet e informimit, u ndal tek proceset e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, ai shprehu mirënjohje homologut të tij Maqedonas dhe autoriteteve të këtueshme për njohjen e pavarësisë Kosovës dhe për zgjidhjen e vijës së demarkacionit midis këtyre dy vendeve. Marrëdhëniet ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës janë tashmë marrëdhënie të formatuara. Ne kemi marrë një ftesë nga presidenti Sejdiu për të ripërsëritur takimin e Vlorës. Dhe këtë do ta realizojmë në fund të qershorit në Prizren. Ky është një shembull mjaft elokuent i marrëdhënieve shumë të mira që ekzistojnë midis vendeve tona, në një realitet të ri gjeopolitik, i cili do të kontribuojë stabilitet rajonal dhe popujve tanë. Popujt tanë dëshirojnë të lëvizin të lirë dhe shembulli i parë ka qenë marrëdhënia midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë, ku njerëzit kanë mundësi të shijojnë hapësirën e lirisë dhe në këtë kontekst ne në cilësinë e këtyre marrëdhënieve vlerësojmë shumë edhe rolin e faktorit shqiptar në Maqedoni. Presidenti Topi është interesuar të dijë më shumë për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Sa për ilustrim, në kabinetin e presidentit Maqedonas janë të punësuar vetëm 3 shqiptarë. Është diskutuar dhe për çështjet karakterit ekonomik. Zoti Topi është takuar edhe me kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski, ndërkohë që në orët e mbrëmjes takohet me drejtues të partive politike. Autoritetet e Maqedonas e kanë shprehur vullnet për ta ndihmuar Shqipërinë në procesin e liberalizimit të regjimit vizave. Presidenti shqiptar mbajti një fjalim para deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë. Më pas ka vizituar Çarshinë e Vjetër dhe Kalan e Shkupit, si dhe shtëpinë memoriale të Nënës Terez. Universiteti i Tetovës do ta nderojë nesër zotin Bamir Topi me titullin honoris causa, ndërsa komuna e Dibrës në Maqedoni do ta shpallë qytetar nderi. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.